Si e shpjegon, ishin disa video, por edhe lajme, raporte, dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza nga Kina. Po, normal që do ta bëjë. Dërguar nga ajri. Po ka dërguar, gjithë ka dërguar Amerika, normal që do dërgonte. Nuk ka ngel vend që s'ka dërguar. Madje është e vonuar Kina, çudi se si është vonuar. Kemi një vizitë të paralajmëruar së shpejti të presidentit Erdogan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoni se kjo ka të bëjë me luftën në Gaza apo edhe... Unë mendoj që ka të bëjë me të dy konfliktet. Mendon edhe Ukrainën? Edhe Ukrainë, Rusi. Sigurisht edhe Siria është në të tabull. Por Siria është punë e kryer tashmë, po mendoj që është Gaza, por është edhe Ukraina dhe Rusia. Prandaj ishte shumë e rëndësishme harta për ta kuptuar njerëzit. Në ato rajon 3 janë fuqitë kryesore. Ukrainë, Rusi, Turqi. Nuk mund ta shmangësh Turqin. Prandaj ata dhe preferojnë shkojnë tulen atje, sepse kjo është dhe ajo që jep atyre, le të themi, oksigjenim dhe Amerika dëshiron që ta ketë Turqinë aleate nga ana e vet si faktor për të ekuilibruar gjërat dhe për paqen në rajon. Patëm vizitën e presidentit të Sirisë në Turqi. Herë parë që ka qenë. Gjatë gjithë luftës atje ka qenë. Në këtë kohë vjen pas takimit me Trump. Duket qartë që pas takimit me Trump ka një përpjekje të madhe të fuqive arabe, siç është Arabia Saudite, fuqive sunite arabe, siç është Arabia Saudite, Emiratet, Katari e tjerë, që ta, le të themi, integrojnë? Jo integrojnë, ta formalizojnë pra këtë pushtetin e ri në Siri dhe kuptohet që aktori kryesor është Turqia, që ka qenë dhe mbështetësi kryesor i këtyre gjithë këto vite gjatë 12 viteve konflikt, ku Al-Shara dhe lëvizja e tij, domethënë, i cili sot është president, kanë patur në mënyrë të vazhdueshme Turqinë si mbështetëse ushtarake, politike, por edhe diplomatike. Pra, vajtja në Turqi është që Erdogani thot gjithëve që okay, ky ka sauditët, po këtu jam edhe unë, se pa mu nuk bëhen ca gjëra. Pavarësisht se unë nuk jam fuqia. Ka një, ta themi, konkurrencë ose një bashkëpunim. Po është historike që, se ndryshe s'do ishte shpërbërë Perëndoria Osmane. Perëndoria Osmane filloi shpërbërjen kur me kryengritjen e Abdul bin Wahhabit, kur arabët ngritën krye dhe thanë që ne nuk e njohim më sultanin për Sheul Islam, pra për të parin fetar, dhe ne vendet e shenjta janë në botën arabe. Dhe kjo ishte arsye pse filloi shpërbërja e Perëndorisë Osmane, si Perëndorisë Osmane era ajo, pra pjesa më e rëndësishme e saj, pra që ishte pjesa doktrinare, fetare. Dhe që atëherë Turqia re moderne nuk e ka pretenduar ndonjëherë këtë gjë, pjesën fetare, por ka pjesën gjeopolitike. Aq më tepër që pastaj është dhe fuqi ekonomike, ushtarake etj, kështu që normal që